Dali i Bohovës e njohur ndryshe si Kalaja Shanishas është monument kulturore i kategorisë së parë. Kalaja Shanishas ndodhet në qytetin e vogël të Libohovës, pranë Gjirokastrës. Ajo u ndërtua në fund të shekullit 18 nga Lipash Tepelena si dhuratë për të motrën Shanishan. Fortifikimi ka një formë katrore me 4 kulla kendore dhe është ndërtuar kryesisht me gur gelqeror tipik për zonën. Brenda mureve të saj gjendeshin ambientet për banim, magazinat dhe hapësirat mbrojtëse. Nga kalaja hapet një pamje panoramike mbreslense mbi fushën Dropullit dhe malet përreth, shkruar në profilin e saj në rrjetet sociale Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore e Gjirokastrës, ku një herësh ka shpërndar edhe pamjet mahnitëse të kalas. Kalaja është e pajisur me 3 hyrje. Ajo ruan të gjitha karakteristikat e ndërtimeve tipike të Alipashës. E sigurt është sipas specialistëve që ky ndërtim i përket fundit të shekullit 18 ose fillimit të shekullit 19 dhe është paramarrjes së Gjirokastrës nga Lipasha në vitin 1808 apo edhe para ndërtimit të kalas së Shen Triadës përballë me Gjirokastrën.